Hyrja e Mateos në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 sigurisht që trazoi ujërat dhe është një nga personazhet që po komentohet në rrjetet sociale dhe pse ka pak ditë që është pjesë e lojës, ai ka arritur që të krijojë dinamika posa asaj që e ka mbartur dhe e ka sjellë jashtë me Brikenën. Mbrëmjen e djeshme ndodhi diçka. Gjatë një debati midis Mateos dhe Florit, banori që u fut në shtëpi të shtunën pati një temë që e lëndoi këtë të fundi, pra që e lëndoi Mateon. Mes batutave, Flori tha se e shesin palestrën bashkë me pronarin, një fjali e cila solli një lëndim edhe i solli një ngjarje të trisht në mendje Mateos. Mateu step dhe me zërin që i dridhej, ju drejtua Florit me fjalën "pusho, mos e përmend". Pa qaste më vonë, ai shpërtheu edhe në lot, ndërsa banorët të tjerë ju ofruan për ta qetësuar dhe për ta mbështetur, edhe pse nuk po e kuptonin se nga erdhi ky shpërthim i tij dhe ky shpërthim në lot. Pas këtij momenti, shihet një histori e trisht, shumë pak veta e ndin, prandaj jam këtu për ta dhënë ndoshta edhe si lajm. Pronari i palestrës ku bën pjesë edhe Mateo fatkeqësisht humbi jetën gjatë një aksidenti tragjik me motor në 15 korrik të vitit 2024. Ai ishte vetëm 27 vjeç dhe qëndroi 19 ditë në koma, por nuk mundi që të fitonte betejën me jetës. Ai humbi jetën në një aksident rrugor në autostradën Kavaj Rogozhim, pranë fshatit Harizaj, teksa po udhëtonte me motor. Por Ildi nuk ishte vetëm pronari i palestrës, ai ishte edhe një nga miqt më të ngushtë dhe më të afërt të Mateos, prandaj dhe shpërthimi i tij në lot nuk është i rastësishëm. Ildi ishte një njeri i rëndësishëm në jetën e Mateos, si në anën profesionale, por edhe në ato personale. Humbja e tij ka lënë një plagë të hapur dhe përmendja e emrit, qoftë edhe në formë shakaje dhe pa vedije nga pjesa tjetër e banorëve, riktheu Mateo në një dhimbje që nuk shuhet, por është aty dhe nuk ikon kollaj. Ky moment e nxori Mateon sipas komenteve në rrjetet sociale, nga roli i një banori konfliktual dhe strateg tek një banor që është i thjeshtë, me ndjeshmëri dhe që mban mbi supe peshën e një humbje të madhe. Reagimi i tij u komentua gjërësisht në rrjetet sociale, ku shumë shqiptarë shprehen empati dhe mbështetje, duke parë këtë si një nga momentet më njerëzore të këtij edicioni, edhe pse jemi pothuajse në 16 ditë të nisjes së Big Brother Albania VIP5, sigurisht që është një moment që mori vëmendje dhe nga shumë kush nuk u kuptua pse lotoi Mateo.